Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings. If your hand is holding mine, we can fly to space and time. And together we'll be surefire winners. Wings. With a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride it out. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time. And together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Për të ndaluar valtorin, Wingsat shkuan te mbretëria e artë. Atyre ju desh të luftonin për të hyrë te kulla e kuqe. Një tjetër personazh është bashkuar me to. Është Ophiri, magjistari i ri. Hiqi duart nga e dashura ime. Askush nuk poshtron miqtë e mi dhe askush s'përpiqet të më marrë të dashurën. E ke kuptuar gabim, mik. Hej, ndauni ju të dy! Çfarë bën Riven? Ophiri është djalë i mirë. Hej, mendova se ishi të pavetëdijshëm. Ne ishim, por më pas ne u sulmuam nga gjithë rojet e kullës së kuqe. Në rregull, po midis atij dhe muzës. Çfarë? Nuk ka asgjë. Leila? Shiko, Leila, asgjë nuk po ndodh mes meje dhe Musës. U tregove i guximshëm që luftove për mua. Vërtet? Po, më bëj qefi që erdhe këtu tek ne. Edhe mua. Të pashkur për në shkisje mbi dallg. Nuk më besohet, e di edhe ti atë lëvizje. E po, është lëvizja ime e preferuar. Ma ka mësuar një magjistar dallgësh në Andros. Magjistarët e dallgëve janë mbreslënës. Jam kureshtar të di se shkruhet. Duket si një nga ato gjuhët e lashta. Thot që vetëm krijesat magjike me një zemër bujare dhe shpirt të pastër mund të hyjnë. Besoj se nuk ju dukëm shumë bujar dhe të pastër. Me siguri duhet të zvoglohemi për të hyrë brenda, por kur mund të ndodhë kjo gjë? Paragonda tha kur të jetë koha e duhur. Kur të jetë koha e duhur, e çfarë do të thotë kjo gjithsesi? Kur të jesh mjaft i vjetër për ta përballuar këtë, kur je shumë i madh për të qenë i vogël, mendoj se duhet na japim ndonjë lloj programi për këtë gjë. Mund të përdorim pak plur zanash, mbas ajo mund të na fus brenda. E kam unë një ide, vajza. Me që pluri ynë i zanave është kundër errësirës. Nëse e shpërndajmë atë tek vetja jon, ajo duhet largoj çdo gjurmë errësire nga shpirtrat tan. Çfarë errësire? Kushdo nga ne ka një anë të errët të karakterit të tij. Si krenaria, mburrja. Ej, besoj se ja vlen ta provojmë. Le ta provojmë. Enchanted, magical powder, magic power, enchanted, powers of one, incredible vision, incredible power of wings, enchanted. Wow, Po zvoglohem, më duket. Dhe unë! Wow, sa bukur!
funksionoi për mua. Fuqia ime magjike nuk funksionoi në të njëjtën mënyrë si tuajën. Zonja Faragonda më lajmëroi për kufizime të mundshme, por s'ka problem. Më duhet të qëndroj jashtë kësaj here. Duhet të gjejmë patjetër yjet e ujit për të ndaluar Valtorin, vajza. Mos u shqetëso Blum, do t'ja dalim ban. Fat të mbar, Tekna! Dhe unë do jem pikërisht duke të pritur këtu, Muza. Ki kujdes, Lela. Mua më duket si një masazh fytyre i bërë nga një qenie hyjnore. Oh, më bën të ndihem sikur po fluturoj. E po, ti je? Të gjitha jemi. Wow, kjo ishte me të vërtetë e fortë. Kjo është pjesa ku sulmuat nga ato insekte. Po e shfaq edhe një herë me xhirim të ngadalt. Shikojeni me kujdes, zonjusha. Si mendoni? Ç'e efekt do të ketë mbi reputacionin tim nëse merret vesh që u mundët nga Pixit? Ishte thjesht fat. Një aksident i frikshëm. Çfarë ishte kjo? Ndjeva diçka të çuditshme. Po, diçka e nxehtë dhe e madhe, si një perëndim dielli. Ishte një dallg me energji pozitive. Mund të vijë vetëm nga një vend, nga mbretëria e artë. Më tregoni kullën e kuqe. Atëherë Wingsat kanë shkuar tek mbretëria e artë që të gjejnë magjin që mund të më mund mua. Merreni këtë. Shkoni atje dhe shkatërroni Blumin. Tani, Po nisemi. prisni. As do ta shohim dhe një herë shfaqjen, zonjusha. A e dini ju se ç'po bëjnë Pixi tani? Po i tregojnë të gjitha shoqeve të veta se si u mundën dhe po qeshin me ju. Mirë. Mere këtë furi dhe shkoj gjej Blumin. Në rregull. Kjo është vajza ime. Ajo është vajza jote? Ju të gjitha jeni vajzat e mia. Tani ikni. Oh, duket sikur ky liçen s'pas ka fund. Shikoni, ka diçka në qiell. Le të shkojmë të shohim se ç'është. Ndihesh mirë dhe rehat. Ju lutem më ndiqni. Më parë do të bëjmë një shëtitje dhe më pas të vjetrit do t'ju takojnë. Në të djathën tuaj do dhe plur ylli, nga ylli i parë që kaloi qiellin e natës. Sa bukur. Dhe në kutim pre floriri do dhe formula e parë magjike. S'do ta prekja po ti isha në vendin tënd. Dhe ky është portreti i zonjës tonë Arkadia, zana e parë e historisë. Më kanë thënë se është mbledhur këshilli të vjetërve. Po, për çështjen e Wingsave. Kemi planifikuar t'i takojmë tani. Unë jam Arkadia, zana e mbretërisë së ardhë dhe ne jemi këshilli të vjetërve. Dhe kur ajo thotë e vjetër, është më të vërtetë ashtu. Mund të thuash se ne kemi ekzistuar që nga krijimi i universit magjik. Ne jemi brenda kohës dhe jashtë saj në të njëjtën kohë. Kush do të flasë për ju? Përse po më shikoni mua? Ti je Stella nga Solaria? Po, do të them. Po, zonjë. Fol. Ne jemi në luftë me një magjistar që quhet Valtor. Ne e njohim Valtorin. E po, Valtori është krijuar pjesërisht nga zjarri i dragojt, si mikja ime Blum që s'mundi të vinte dhe pse kishte shumë dëshirë. Por, gjithsesi, ne menduam se nëse arrim të gjejmë ujin e yjeve, mund t'i marrim fuqinë Valtorit dhe të shpëtojmë pse jo të gjithë universin. Po, kjo është me pak fjalë. Yjet e ujit janë e kundërta e zjarrit të dragojit.
Sa shumë i dëshironi? Më shumë se çdo gjë, nëse Valtoris ndalohet, do të bëhet shumë i fuqishëm. Mund ta marrë gjithë botën dhe kush e di se ç'ndodh pastaj. Dhe juve ju intereson më shumë bota se sa vetja juaj? E po, nuk dua t'ju ofendoj, por a nuk është kështu edhe për ju? Këtë do ta shikojmë. 3 nga ju do të hynë te labirinti i kristalt. Nëse gjeni mënyrën për të dalë, do t'ju japim yjet e ujit. Dhe po nuk e bëm? Siç tham dhe më parë, ne jemi pjesë e kohës dhe jashtë saj. Nëse se gjeni dot rrugën, atëherë do t'ju duhet të qëndroni atje. Doni të thoni për gjithmonë? He, ku është Lila me Florën? Por më rëndësishmja është ku jemi ne. Si është kjo? E përkryer. Kur ti ishe nën efektin e magjisë, a ndjeve dashuri me të vërtet për Diaskën? Jo, mund të dukej ashtu, por unë thellë brenda vetes time gjithmonë ndihesha i tronditur nga fjalët që thosha. Ishte sikur zemra ime nuk përputhej me gojen. Dhe dua që ta dish që nuk e kam puthur kurrë. Kjo është gjë shumë e mirë. Kështu që kur më sheh që po vi nga lart teje, është iluzion, po mundohem të vi poshtë teje realisht. Bukur. E shikon, sekreti është që mos ta lejosh kurrë armikun tënd të kaloj. Je shumë i zoti, më pëlqen stili jot. Ku i ke mësuar këto? Jam rritur në një ishull ku s'kishte fëmijë të moshës time dhe unë nuk kisha me këtë luaja. Kështu që kaloja një pjesë të madhe të kohës duke mësuar se si të luftoja me rojet e sigurisë. Pra pas ke qenë i vetmuar. Pak a shumë. Më duket tamam si stili i jetës që ka bërë Leila. Unë mendoj se Leila është e mrekullueshme. Shikoj fytyrën e saj dhe shpresoj që ajo të buzëqesh. Mos po mendoja me zë të lartë? Aha. Më fali, ju lutem mos ja thoni këtë. Pa merak. Asnjë fjalë. Ha? Do të gjuaj unë i pari, si për liçenit, ndërmjet shkëmbive dhe shënon. Po! Tani provojeni ju këtë. Kur bëhet fjalë për labirinte, unë zgjedh të ndjek rrugën më të bukur. Shikoni sa e bukur është kjo këtu. Unë them të ndjekim zhumat, dëgjojeni këtë. Kjo më pëlqen shumë. Unë them të përdorni mendjen, ndiqni logjikën. Sipas ligjit të probabilitetit, nëse i provoni të gjitha kthesat, me siguri do ta gjeni daljen, vajza. Besoj se secila nga ne duhet të gjejë rrugën e saj për të dalë që këtu. Në rregull, vajza, do shihemi kur të shihemi. Zveta na ka ndonjë qendër tregtare këtu. Në rregull, godet pemët si për liçenin, ndërmjet shkëmbijve dhe shënon pik. Nuk ka mundësi, jo. Po, ka mundësi, vetëm shikoje mik. Ha, ha! Dhe bingo. Radha ime. Ha, do të luash dhe ti, Blum? Po, pse? Bëj kujdes, Riven. Po unë nuk thash asgjë. Te pemët, te shkëmbit, te gurët, si për liçeni dhe më pas shënon. Faleminderit. Bravo! Quajtje e bukur. Tani është radha ime. Mbase jam pashi mirë sa ty. Ishte shumë e lehtë. Nga e majta, sërish nga e majta. Arrite në destinacionin tënd. E dija që logjika do të funksiononte. Te kjo derë ndodhet bota e logjikës. Oh, wow! Te kjo derë ndodhet bota e emocioneve dhe gëzimit. Zgjidh një dhomë tek na, por dije, këdo që të zgjedhësh, s'do të mund të hysh kurrë te tjetra. Do të zgjedh këtë këtu. Por dalja është nga ana tjetër. Nëse i do me të vërtet yjet e ujit, duhet të shkosh në atë dhomë dhe të heqësh dorë nga gëzimi dhe lumturia. Po kjo është mizore. E ke ti në dorë tek na.
Miru pafshim, Timi. Lëvizje zgjuar, djalosh, por jo e mjaftueshme. Faleminderit, ta kam një borxh. S'ka gjë shumë, shiko. Uragani fuqishëm! Timi përpiqu të kapësh këmbën time. Në rregull, të kapa. Duket sikur jemi vetëm ne të dyja, Bloom. Ti nuk ke shansa kundër meje, Icy. E di, ti ke fuqinë e madhe ma gjepsëse. Valtori donte të ti jepja këtë. Pluhur i lashtësore, nga dimensioni i errësirës, të bën të pafuqishme. Si të duken tani shanset e mia? Të shohim se ç'mund të bëj me ty. Si thua, sikur ta përsërisim edhe një herë mbrëmjen kur jemi takuar për herë të parë, më kujtohet që të mbulova me aku. Faleminderit, Sky. Ishte diçka zbavitse kjo. Po ashtu ishte. Po vjen sërish. Mirë, shiko të pasqyra, Stella. Hej, nuk dukem dhe aq keq, mbase duhet të bëj pak tualet apo të rregulloj pak flokët, por përveç këtyre. Ku është fytyra ime? Ka ikur për gjithmonë. Dalja jote është përmes kësaj pasqyra. Bukuria jote është ajo që duhet të sakrifikosh. Po thuaj që do të dukem e tillë tani e tutje? Po, nëse i do yjet e ujit. Dhe unë nuk kam asnjë zgjidhje tjetër, apo jo? Do më mungosh shumë, e dashur, se ke idenë se sa. Muza, ky është vendi ku koha kthehet. Gjithçka që ka ekzistuar më parë, ekziston akoma këtu. Mami? Tu ngjateta, Muza. Je vërtet ti? Po, zemër, je bërë shumë e bukur. Faleminderit. Është shumë bukur të shikoj. Është e manitshme. Është me të vërtet mamaja jote, Muza. Nëse futesh brenda do kesh mundësi të flasësh me të. Po çfarë ndodh me yjet e ujit? Dalja është nga dera tjetër. Tekna dhe Stella tashmë kanë dalë jashtë. Atëherë nëse unë shkoj atje do të marrim yjet e ujit? Po. Mami, zemër, më shumë se çdo gjë në botë dua që ti jem pranë teje. Dua të mbaj afër zemrës time, të flas me ty, të dëgjoj duke kënduar. Por nëse vendos të vi me ty, universi ynë do të jetë në telashe. Mirupafshim, mami. Muza, prit. Çfarë? Jam krenare për ty, zemër. Faleminderit, mami. Ja dole të mbanë, zanat Alfeas. Po, këtë gjë duhet ja thuash të dashurit tim pasi të më shikoj surratin. Ju e vërtetuat që ju intereson më shumë bota se sa vetvetja juaj. Kështu që do t'ju lëm në dorëzim yjet e ujit. Janë po aq të vjetër sa universi. Janë shumë të çmuara. Janë të vetmet që mund të shkatërrojnë zjarrin e dragojt. Kështu që ju uroj fat të mbar. Fati s'ka lidhje me rezultatet e misionit. Faleminderit. Po, faleminderit. Përdoroni këtë kuti për t'i mbajtur. Dhe një gjë tjetër. Nuk dukesh e lumtur duke qenë vajza e numrave. Edhe ty, Stella, s'ka pse të tjerët të shikojnë të shpërfytyruar. Edhe për ty, Muza.
Unë nuk mundem të ta kthej maman, por dua që ta dish që ajo do të jetojë gjithmonë në zemrën tënde. Duhet të ktheheni tani. Miqtë tuaj kanë nevojë për ju. Vjen nga atje. Shkojmë. Gabohesh nëse mendon se kam frikë nga ty vetëm se nuk kam fuqitë e mia. Ka qishte, Blum, e kalove kufirin. Do t'i them ndonjë gjë nga ana jote mikeve të tua budallaqe? E ke fjalën se sa shumë na do? Dhe sa mike të mira jemi? Jeni ta bëjmë shpejt këtë me bashkimin e formulave magjike. Përqendrim! Dhe 1 minutë më duaj, dhe tani Blum do t'i përkiste të shkuarës. Kam frikë se Valtorit s'do t'i pëlqej kjo gjë. E po, le t'i themi atij që ato ikën. Po, ide e mirë. Vajza, dua t'ju them që jam krenari për mënyrën se si vepruat në situatën tek labirinti. Po, u treguat me të vërtet shumë të zonja, të gjitha ju. Nuk bëm asgjë që s'do ta kishit bërë ju. Kjo kuti përmban 3 yjet e ujit që Muza, Leila dhe Stella rrezikuan për t'i pasur. Tani le të bëjmë një pakt për guximin që treguat të gjitha. Nuk ka rëndësi çfarë ndodh, nuk ka rëndësi sa e fortë dhe sa e rrezikshme bëhet lufta. Ne nuk do të ndalojmë pamundur Valtorin. Unë gjithashtu. Unë të mbështeteni tek unë. Edhe unë gjithashtu. Valtori fton në sfidë 3 drejtorët e shkollave të Magjiksit, një luftë për formulën e fundit magjike për të shpallur magjistarin më të mirë të Magjiksit. Por pse Valtori është kaq i sigurt? If you're a Winx, there's a place for you. Meet 1,000 friends to share your dreams and faith. If you're a Winx, you can never lose. If you trust your heart, you will then fly so high in the sky. Butterfly wings will carry you. Amazing adventures wait for you. Dreams beyond your illusions will soon come true. Secret worlds to discover ahead of you. Like a giant